Magistralja Prizren Gjakov. Te lulishtja Valer Hotit, lulishtja Valbona, që Valer edhe këtë pjesën e mirëmbar. Marakli është. Edhe ka shinët e trenit. Tash është sezona pranverës, ku edhe në Kosovë po dekorohen parqe, po dekorohen aborët. Nuk ka si përpara aborët ta fshinke Loqi, Kupica, Tollës, Son, Lop, Dhan, Bollica. Tash pi dekorojnë e pi mjallin, kanë dalë në Evropë, kanë dalë jashtë Evropë, deri në Amerikë, shqiptarët kanë po. Edhe të mirët i kanë marrë, tash vetëm duhet edhe jashtë oborëve të vetë shqipët mos me huën Petorina, me konsideru edhe ato si pronë të vetën, edhe pronën publike. Dhe veç klientët pas kënar më ble. Këto janë për shembull, tash pranverë 30 cent. Ma lirë se da djallë. Tash dekorohen parqet e cila komuna ma fort si Prizrenit edhe qytetin e Stolisë. Na vina amërgjimtarët edhe e Stolisin avorrin. Edhe ple po shet, a? Edhe ple? Po. Gjitha. Tash e kanë pushtetin gratë në dorë. S'ka qare pa unë që avorri Valer. Ty e suksese të roj e me të mira. Jo, kem një përcjell dhe një 2 ditë jam kësajte. Shëndetej. Faleminderit shumë. Fidanishta tjetër e Bekës. Edhe kjo magistralen Prizren Gjakov. A këtu gjinë mundni me gjeta dhe fidanët specëve. Farë e sigurt se ka shpenzu Beka. Edhe domatëve edhe trangojve 25 cent këta i kini. Domatët i kini 5.000 euro ka shpenzu vetëm farë për domate. Edhe lullet i kini të Beka. Ta është veç ka fillu shitja. Na pas pa një mërgjimtar do më na fresku. Me nga një pije. Hajde. Dhe jasë për, pak ta së bon hiq. Ta japin infuzion si të vim. Ponojnë atje, hargjojnë tu. Se tu shkojnë parët, s'ta merë menja. Nëllën, kish paston një Gjermon, pse shqiptarët po shkojnë Kosova, ka bregdet atje, që ka unë pytje sa shumë shkojnë, sa vërshojnë. Ju ka arë që di sa ata e mësu pushimet verore vetëm në për